Ndryshe nga Shqipëria që mezi po pret i bashkohet bordit të paqes së krijuar nga presidenti i SBA-ve Donald Trump, shtetet më të fuqishme të Europës e kanë refuzuar, nisur nga Franca, Gjermania, Italia dhe Greqia. Në një intervistë në emisionin e mëngjesit Europe Today të Euronews, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis kritikoi iniciativën bordi i paqes të presidentit amerikan Donald Trump. Ai gjithashtu shprehu lehtësim për uljen e tensioneve me SBA-t për shkak të Groenlandës. Sipas Mitsotakis, pjesa më e madhe e Europës nuk mund të bashkohet bordit të paqes Trump, sepse kjo shkon shumë përtej mandatit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Konsensusi është se ajo që është njoftuar nga Donald Trump shkon shumë përtej mandatit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Tha Mitsotakis një ditë pas pjesëmarrjes në një takim urgjent të Këshillit i përqendruar në marrëdhëniet transatlantike. Mendoj se duhet pranojmë se ecja përpara e asaj që është vendosur është diçka në të cilën shumica e vendeve europiane nuk mund të bashkohen. Komentet e tij pasuan lancimin zyrtar në Davos të iniciativës bordi i paqes së Trump, e cila ka për qëllim zgjidhjen e konflikteve në të gjithë botën. Projekti rrjedh nga plani i tij prej 20 pikash për armëpushimin në Gaza, i miratuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, por është zgjeruar shumë përtej mandatit fillestar. Ai është kritikuar gjerësisht për krijimin e një strukture paralele me OKB-n, duke i dhënë Trumpit kompetenca jo proporcionale dhe për ftesën e Rusisë. Shumë aleat europian, përfshirë Norvegjin, Suedin dhe Francën, kanë refuzuar pjesëmarrjen, ndërsa të tjerë si Italia kanë deklaruar se nuk do të bashkoheshin për momentin. Mitsotakis u shpreh se SBA duhet të përfshihen në rindërtimin e Gazës, por se plani duhet të jetë vetëm për Gazën dhe vetëm për një kohë të kufizuar. Më pak se 20 vende u bashkuan iniciativës në një ceremoni nënshkrimi në Davos të njëjtën, shumë pak se rreth 35 vende që priteshin më parë sipas zyrtarëve të administratës Trump. Hungaria dhe Bullgaria ishin të vetmet vende europiane që morën pjesë. Lidhur me tensionet aktuale me SBA-t për shkak të Groenlandës, Mitsotakis shprehu lehtësim pasi Trump u tërhoq papritmas nga kërcënimi për të pushtuar territorin e Arktikut, duke zgjedhur në vend të kësaj një marrëveshje afatgjatë mbi sigurinë e Arktikut të ndërmjetësuar nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Marrëdhënia transatlantike po bëhet më e ndërlikuar dhe duhet menaxhohet në një mënyrë tjetër, u shpreh ai. Bashkimi Evropian duhet mbrojë interesat e veta, apeloi Mitsotakis.